e ndihmon sistemin edhe gjyqësor edhe prokurorial që me pas një performancë më të mirë. Një diçka tjetër e rëndësishme është edhe profilizimi edhe i prokurorëve dhe gjyqtarëve, po të mos ketë prokurorit trajtoj landë të ndryshme, po thjesht tjeti profilizume në landet që i trajtojnë, prej momenti kur ai vendoset në një dikaster deri kur del në pension, pra ta ketë profilin e caktuar. Dhe normalisht që është edhe forcimi i kapaciteteve njerëzore, jo vetëm numër të prokurorëve dhe numër gjyqtarëve, po prokurorit ketë staf ndihmës profesional që ndihmojnë atë në hetim, e njëkohësisht edhe për gjyqtarët ketë po ashtu staf ndihmës që ndihmojnë gjyqtarin, sepse në një farë mënyrë është absurde që gjyqtari më ulë me shkujt vetë vendimin, pra gjyqtarët duhet pas staf ndihmës që i ndihmojnë gjyqtarit për me hartu aktgjykimin apo edhe akt vendimin. Kjo mendoj që është pak a shumë pikat të trasha, sa i përket vijave trasha se si duhet jetë dhe si do të jetë sistemi i drejtësisë në 4 vitet të ardhshme. Faleminderit, ndërkaq na është bashkuar tani me Hajdar Veqa nga Partia Demokratike. Mirëserdhje. Mirësëgjeta, mirë mbrëma. E di që prej përparësive që i kena kryesisht nga gazetarët është që jemi në kohë për dallim për juve në kuvend. Jam mësuar me ju prit me fillu seancat me vonesë, po megjithatë mirëserdhje. Janë 3 minuta për secilin për t'i shpalos fillimisht platformën, projektet në sektorin e drejtësisë. Në përgjithësi për t'u specifikuar pastaj në temat caktuara, kohën mund ta shihni këtu mbrapa në ekran, kurdo që Faleminderit shumë për ftesën. Ju kërkoj ndjesë për vonesë, por tani jemi në proces zgjedhor, janë zgjedhje të jashtëzakonshme, në farë forme dhe Kosova në gjendje të jashtëzakonshme. Ju përshëndes ju edhe dy mosafirë që janë këtu. Sa i përket gjendjes drejtësisë, mendoj që duhet një ndryshim me bë esencial me pas një reformë thellë në gjyqësorin në Kosovë. Ne si Parti Demokratike kem fillu këta në mënyrë sistematike ta bëjmë reformën edhe në të kaluarën, por ne shohim që 6 vitet e fundit ka qenë një mazhorancë e cila nuk është bazuar shumë në sistemin e drejtësisë, nuk është bazuar shumë në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Unë them legislaturën e kaluar pe përjashtoj këtë kohën kur e majti peng zoti Kurti shumicën që e murë në shkurt, nuk pat institucione, nuk pat parlament, nuk pat komisione parlamentare, nuk pat funksionim të parlamentit si institucion, por në kumpot edhe Ministri e Drejtësisë nuk kuem se s'kemi qeveri, sepse me ligjin që vete ka pru këtë rast e qeveria, për ligjin bi qeveri nuk kanë drejt me qenë deputet edhe me qenë ministra, dhe thjesht u konë që një vetë shtetin i formi mbyllën, por në thëmë që këta njerëzit cilë të kanë udhesh drejtsin edhe kanë udhesh shtetin, gjdo ligjë që e kanë bo, që e kemë qunë gjykatë kushtetuse, do të kanë bërë shkelje kushtetuse. Dhe nuk mojë bërë ndryshime në drejtësi kur të shkel kushtetutën. 33 beteja, Partia Demokratike gjatë legislaturës kalume i ka dërgu në gjykatë kushtetuse dhe shumicën prej tyre i ka fitu. Nga ligji për këshillin prokurorial edhe për zyrtar publik dhe se cilin ligj veç e veç. Sa i përket Partisë Demokratike, ne jemi të interesuar që të kem një drejtësi të pavarur dhe pa interferime politike, një drejtësi që funksionon, kurse është thjesht ajo që duhet të mbështetet